Rinia sot e ka tepër të nevojshme të njihet me konceptin e vërtet mbi Zotin, mbi atë që kërkon Zoti dhe feja, duke qenë se ne jemi krijesat e Zotit dhe Zoti që i cili na krijoi ne, atëre feja që na çoi Zoti, urdhëresat e Zotit, gjithçka që vjen nga Zoti si porosi dhe sistem për të jetuar një jetë më të mirë me një besim më të fortë, ky besim nuk është vlerë nga vlerat, është mbi vlerat, është vlera më e madhe, është gjëja më e rëndësishme. Nëse e koncepton kështu, atëherë patjetër që do të jetë në një rrugë të vërtetë. Faktorë të tjerë kemi për shembull rrymat filozofike. Njëra për atyre rrymave është rryma deiste, deizmi. Pse vazhdimisht e them këtë, sepse njeriu mund të bëhet deist dhe mos të rinj, mund të bëhen deist, mund të përqafojnë rrymën deiste pa e kuptuar, madje në shumë raste pa e ditur se çfarë është deizmi. Pra, besojnë që ka një Zot i cili e ka krijuar jetën, ka krijuar njeriu, ka krijuar gjithçka që ne shohim, por duan të jetojnë një jetë larg Zotit, edhe pse ka prej tyre, të cilët, sipas statistikave që u përmendën, besojnë që Zoti ka një rol të rëndësishëm në jetën e tyre, por në shumë raste shikojmë që frekuentimi i xhamiave bëhet rrallë. Përse? Sepse jo vetëm rinia, kjo është për të gjithë njerëzit faktikisht, kujtohen për Zotin sa herë janë në hall, kujtohen për Zotin kur ka ndonjë fatkeqësi. Pra, janë ata që përcaktojnë rrugën se si do shkohet tek Zoti dhe nuk marrin përsipër të zbatojnë atë që Zoti përcaktoi për ta. Kjo është ajo gjë shumë e rëndësishme që duhet kuptoj rinia sot.